Alma Hila i futbollistja nga Jubani që luajti sot në formacionin e kombëtarës dhe madje shënoi një gol të dytë mjaft cilësor që kontribuoi në fitoren e Shqipërisë. Urime Alma. Faleminderit. E kënaqur për golin dhe për fitoren? Po shumë e kënaqur. Janë shumë ditë që jena stërvit për këtë ditë, domethënë, edhe jam shumë e gëzuar që arritme të bëjmë atë neshin që kena përgatit edhe kaq shumë e gëzuar domethënë. Përveç golit bëhet një ndeshje të mirë në aspektin personal, e kënaqur në formën tuaj? Po, ka qenë një vit shumë i vështirë për mua, me thënë drejtën, po jam shumë e gëzuar që jam gjithmonë pjesë e kombëtares edhe që mund të jap më të mirën. Alma, nga ju bën ndanja nëse i nata është kombëtare, duket se një shembull për të ndjekur nga vajzat e tjera për sakrificat tuaja. Po, normal, sakrificat janë të mëdha, falenderoj gjithë njerëzit domethënë që kanë qenë gjithmonë afër me mua. Shpresoj gjithmonë edhe më mirë që të jap më të mirën dhe Sot kishte shumë tifozë në tribunën e stadiumit Doro Borisi, por dominonin ato nga Jubani, mes të cilëve patjetër edhe një figurë e shuar si Ferdinand Gjaku që ka bërë historinë në themelimin e klubit të parë të Shqipërisë të futbollit femror. Po, nuk mungon kurrë, me thënë drejtën, edhe ka qenë gjithmonë një njeri mu marrë shembull edhe për mua, edhe sepse më ka dashur dhe më ka respektuar gjithmonë edhe falenderoj shumë. Dedikimi shkon për që shkon i gol i sotëm? Dedikimi shkon për tonë, për mua mas paris, dhe thash se ka një vit shumë i vështirë për mua dhe jam shumë e gëzuar që arrita me i dhënë një fitore skuadrës. Pas pak ditësh ndeshja e kthimit me Kroacinë. Do të jetë një fitore e Shqipërisë apo të jetë ndeshje me vështirë? Do ta përgatisim edhe ato, siç kemi përgatitur këtë ndeshje domethënë, sepse normal sot jemi të kënaqur, po nuk kam harruar akoma sepse nuk i dihet futbollit dhe thjesht përgatisim sikur jena përgatitur edhe për këtë ndeshje. Një gol tjetër i Alma Hilait në Kroaci? Shpresojmë se jo. Faleminderit. Faleminderit.